Opozita shqiptare kërkon llogari nga qeveria për atë se deri ku është ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, i cili po qëndiset tani më tepër se 6 muaj. Deputeti Blerin Bexheti nga Fronti Evropian, në mungesë të ministrit administratës Goran Minçev, pyeti kryeministrin sepse nuk ka asnjë informacion mbi grupin punues dhe deri ku është situata me këtë ligj. Besoj se do të gjenë forcën, qoftë ju zoti kryeministër, qoftë ministri në mungesë, që njëherë për gjithmonë të jetë i qartë, precis, që të respekton kushtetutën, të respekton frymën e marrëveshjes Ohrit dhe të tregoni njëherë pasi që qeveria ka një program pune në cilin muj, ky plan aksional, në cilin muj se u lodhën 20 me gjitë dhe Arben Fetaj të thonë këtë dy javë, u ka bo si që është jo humori, her këtë tejte, her atejte. Kjo puna e ligjit për përfaqësimit drejt dhe adekuat, personat publik duhet mbarën për fjale. Por kryeministri Mickoski rikujton Bexhetit se ishte qeveria udhëhequr nga LSDM dhe BDI, ajo që dha dritë jeshile për shfuqizimin e balancuesit. Thotë se ligji është gati, por se bëjnë kujdes që të mos përgatisin ligj gjysmak. Premton se ai personalisht do ta prezantojë para deputetëve në kuvent. Unë mund t'u them se do të ketë ligj për përfaqësim të drejtë. Unë personalisht do ta sjell këtu dhe personalisht do ta mbroj. Do të jetë kushtetues dhe do të garantoj përfaqësim të drejtë të vërtet për të gjitha komunitetet. Unë garantoj për përfaqësimin e drejtë, ja ta dini, dhe askush nuk do të ndjehet i diskriminuar. Për ligjin për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, dje zëvendës kryeministri Arben Fetaj tha se këtë javë pritet të mbahet takimi final i grupit punues dhe më pas, bashkë me kryeministrin ta prezantojnë në kuvent, por duke mos dhënë afat kohor se kur mund të ndodhë kjo. Fetaj, që nga shtatori vitit e kaluar, në disa paraqitje publike pati thënë se javën e ardhshme do të publikohet drafti përfundimtar i këtij propozim ligji, por deri tani nuk është publikuar asnjë draft.